fakt tetori njihet si tetori i muajit ose si muaj i ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit për një arsye të caktuar. Sepse në fakt kanceri i gjirit është ndër sëmundjet tumorale më vdekjeprurse për gratë. Ose le të themi që zë vendin e parë te gratë brenda kuadrit të kancereve. Kështu që duke pasur këtë lloj karakteristikash, edhe ndërgjegjësimi për këtë sëmundje duket që është shumë i madh sot, aq më tepër kur është një sëmundje e cila po jep shpresë. Ne kemi dëgjuar histori, çdo vit takohemi me ish pacient, do thoja unë, sepse kur kalojnë disa vite ato janë tashmë të shëruar, dhe unë shpresoj shumë që Flutra të jetë një e tillë, se nuk e dëgjova fillimin sa vite kishte, por që jam e sigurt që duhet të jetë drejt kësaj rruge. Kështu që është një sëmundje pra që jep shpresë, por sigur se e thash shumë mirë Flutura, edhe nga eksperjenca personale, por edhe si profesioniste, ekzaminimet e hershme ose identifikimi i hershëm i kësaj sëmundje rrit shumë shanset që sëmundja të kalojë më lehtëshëm.